Përshëndetje të gjithëve. Shumë pak përbërës ka receta e ditës së sotme. Do përgatisim një pull me oriz dhe shafran. Është një recetë që përgatitet shpejt dhe të kënaq me shijen. Pa humbur kohë, fillojmë me përgatitjen. Këtu kam një pull të cilën e kam coptuar në pjesë të vogla. E vendosim te ky tigan i thellë, duke i shtuar krip, piper të zi dhe erëzat e pullës. Sigurisht që nuk do mungoj vaj i ullirit. Shtojmë piperin. Erëzat e pullës dhe vajin e ullirit. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'a vendosim në zjarr. Sa po të nxehet, do e lëm temperaturën e lartë dhe më pas do ulim temperaturën dhe do e lëm të skuqet avash në temperaturë të ulët. Natyrisht që her pas here e kontrollojmë. E kthejmë nga ana tjetër dhe sërish do t'i shtojmë erëzat dhe kripën. I shtojmë kripën, piperin e zi dhe erëzat e pullës. Do t'i vendosim kapakun dhe do e lëm derisa të dali në yndyrn. Sigurisht që gjatë kësaj periudhe edhe do ta kontrollojmë. Por kur e kemi me temperaturë të ulët, e kemi më në kontroll. Pula në fillim lëshon lëngje, janë ato lëngje që e zbusin pullën. I kthejmë sërish nga ana tjetër, derisa ta shikoni që kanë dalë në yndyrn. Më pas i largojmë nga zjarri dhe tek po e njëjta yndyrn do ka urdisim një qep. Kam një qep mesatare. E presim në kubik të vegjël dhe do ta shtojmë në yndyrnën e pullës. Do t'i bëjmë edhe qepës një kaurdisje të plot dhe më pas do shtojmë 2 filxhane gjysmë me oriz. Janë filxhan çaj dhe nëse do i masim në mililitra, mbajnë 200 ml. I bëjmë një skuqe edhe orizit. Është momenti për të shtuar shafranin, diku tek një lugë kafeje me shafran. I shtojmë në fillim pak, e përzijmë. Do t'i shtojmë dhe pjesën tjetër të shafranit. Duket që orizi është zverdhur. Shtojmë edhe pak për t'i dhënë më shumë ngjyrë dhe shije. I shtojmë krip. Pak piper të zi. I përzijmë bashkë, është momenti për t'i mbuluar me ujë. Kishim 2 filxhane gjysmë me oriz, do shtojmë 6 filxhan me ujë. Sigurisht që uji është i nxehtë. Sa po të filloj të vloj, do ta vendosim në tavë, nga ku edhe do ta pjekim. Natyrisht që do ta bashkoj me mishin e pullës. Shtojmë të gjithë masën e përgatitur në tavë, sistemojmë edhe mishin sipër. Pa i shtuar asnjë gjë tjetër, do ta pjekim diku te 30-40 minuta në 200 ose 220 gradë. Varet nga furra juaj dhe ja rezultati. Jo vetëm që ka pak përbërës, por edhe të kënaq. Ju falenderoj që më ndiqni.